Në ambientet simbolike të shtëpisë së Kongresit në Lushnjë u mbajt promovimi i librit të 7 me poezi autores Sheqer Esina, titulluar Pasqyrë e shpirtit Jeti ëngjëll, një aktivitet i ngrohtë dhe plot emocion, ku mblodhen miq, poet dhe dashamirës të artit letrar nga Lushnja dhe më gjerë. Në këtë botim të ri, Esina sjell vargje që prekin shpirtin dhe përcjellin ndjenja të thella për jetën, dashurinë dhe natyrën, me një ndjeshmëri të rrallë dhe frymëhynore që i jep poezisë së saj një zë të veçantë në letërsinë shqiptare. Eventi nisi me falënderimet e autores për të gjithë të pranishmit dhe për redaktorin e librit, poetin Valter Dauti, i cili në fjalën e tij vlerësoi thellësinë dhe ndjeshmërinë e vargjeve të Esinës. Atmosfera u bë edhe më e veçantë me rastin e 60-vjetorit të lindjes së poetes, i festuar mes duar trokitjesh dhe emocionesh. Poezitë e lexuara nga miqtë e saj sollën ndriçim dhe reflektim, ndërsa një moment i veçantë ishte një poezi dedikuar dy ikonave lushnjare, Vaçe Zela dhe Margarita Xhepa, të kënduar nga këngëtari Hysni Hoxha, që emocionoi të pranishmit në këtë aktivitet. Ky promovim tregoi edhe një herë se Sheqer Esina është një zë i qëndrueshëm në poezinë shqipe, një gruaj që flet me zemër dhe shkruan me shpirt. Aktiviteti u ndoq nga afër nga kamera e televizionit Apollon.